ka shumë për të thënë, ka shumë për të dhënë. Një javë me ndryshime, me ndikime të mëdha në fushën e biznesit, të dashurisë dhe të tjera, shumë të tjera madje. Duke pasur parasysh, një nga çështjet më madhore është ajo e ndikimeve të mëdha që flitet shumë për çështjet e lidhjeve të ndryshme që ka të bëjnë me çështjet në retrograd, ka të bëjnë me eklipset, ka të bëjnë me gjëra të kësaj natyre, por dhe jo vetëm. Eklipset dhe ndikimet në retrograd kanë një ndikim shumë të madh në fushën e punës tonë dhe çfarë duhet të bëjmë kur kemi gjëra të tilla. Është në fakt një diçka e mirë, sepse lidhet me ndryshimin e madh të çështjeve që kanë të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me disa takime që janë shumë të rëndësishme, por këto takime ngadonjëherë vinë dhe si rezultat i një komunikimi madhor, një komunikimi që mund të themi në çështjet e financave dhe jo vetëm, prandaj kërkohet vëmendje. Por para se të hedhim një sy, para se flasim për parashikimin e 12 shenjave zodiakale, hedhim një sy kësaj jave, çfarë na pret dhe çfarë duhet të bëjmë kujdes në çështjet tona. Kemi datën 12, sepse janë pikërisht ato data që ndikohen shumë. Data 12 mars kur formohet lidhja e Mërkurit me Afroditën në retrograd në shenjën e Dashit, një kënd pozitiv për sa i përket kontakteve, diskutimeve dhe udhëtimeve, por qartësisht ka diçka se kur i qartësojmë gjërat janë më ndryshe. Duke pasur parasysh për sa i përket udhëtimet, ka të bëjnë shumë me disa vendime që mund të marrim, me disa takime që mund të bëjmë, por në anën tjetër ka të bëjnë shumë në lidhje me çështjet që kanë ndikim shumë të madh ekonomik, për shkak të kushtit në retrograd të shenjës së Afroditës. Mirë ka mundësi të takoni ose të bisedoni rastësisht me njerëz që kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në kohën e së shkuarës. Ndikojnë pozitivisht shenjat e zjarrit, siç është Dashi, Luani, Shigjetari me të lindurit në dhjetëdhjetin e parë ose ata që kanë ascendente apo planete në këto shenja. Në të njëjtën ditë duket se formohet lidhja Diell-Saturn, një kënd mjaft i rëndësishëm pasi Saturni tregon gjithmonë përgjegjësi, disiplinë, realizëm, më shumë se ndikimet më të mëdha dhe jep zgjidhje në rrethana të vështira. Shenjat e ndryshueshme janë pak më të ndikuara, siç janë binjakët, virgjëresha, shigjetarët, peshqit me ditëlindje të dhjetëdhjetit të tretë ose ata që kanë ascendente ose planete në këto shenja. Data 14. Data 14 mars kemi eklipsin e parë për këtë vit 2025. Ky është një eklips hënor në boshtin Virgjëresh-Peshk, me Uranin që merr pjesë në një aspekt, një kënd pozitiv me një trekëndësh dhe në kundërshtim me Saturnin dhe Neptunin tek Peshqit. Sundimtari i eklipsit është Mërkuri, i cili përgatit shumë gjëra dhe ndikon pozitivisht në energjinë në Virgjëresh. Nxjerr në pa fushat që kanë të bëjnë me rimëkëmbjen e vështërsive keni pasur në kohët e shkuara ose çështje që kanë bënë me ndërtesa, leje apo gjëra të kësaj natyre, siç janë dhe në çështjet që kanë bënë me çështjet profesionale. Një farë mënyre në këtë hënë të plot të eklipsit hënor, që ekuilibri edhe ndryshimi që keni pasur dikur duket se tani del në sipërfaqe dhe juve jeni gati të trajtoni në mënyrë më të veçantë në çështjet e financave dhe të ekonomisë. Eklipsi nxjerr në pa çështjet që lidhen shumë me ndikimin e punës suaj dhe disa çështje ligjore që kanë të bëjnë për ju që keni qenë në vende kyçe, do të bëni kujdes, mos mund nxitoni sepse nxitimet shëllin problem dhe jo gjëra pozitive. Dhe kjo mund të jetë një ndikim që disa fenomene të nivelit meteorologjik ose geofizik dhe paqëndrueshmëri, por kjo nuk do të thotë se ka mund bëhet diçka, por në këtë ditë, 2 ditë para, 2 ditë mbrapa, i bie 14, i bie 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, pra, është kjo harë kohor që mund të ndikojnë këto fenomene, por këto janë të dukshme në ndërshekuj, nuk është se e parashikoj Jorgo tërmetin, apo e parashikoj Jorgo një fenomen shumë të madh, sepse shumë njerëz dalin nëpër Facebook-ra ose në rrjetet sociale që e flasin diçka që e kanë krijuar ose a thua se Zoti për mallvet ose krijuesi e ka çuar këta për t'u dhënë fetva ose për të mësuar njerëzit se çfarë do bëjnë. Pra, këto janë gjëra që ndodhin, nuk ka lidhje fare me çfarë dëgjoni, çfarë flisni, po disa që thonë deri në fund i botës. Asgjë nuk ndodh pa diçka.
Në lidhje me ndikimet që kanë të bëjnë, gjithashtu kemi të bëjmë në të njëjtën ditë, kemi 6 këndshën e diellit që formohet tek peshqit me uranin në det. Një këndsh shumë interesant për të parë ndryshime të mëdha që do ndodhin tani tutje. Çështjet origjinale, surpriza, ndikime, favorizime, mundësi, kryesisht preken shenjat e grupit të ndryshueshëm, binjak, shigjetar, virgjëre, shpesh dhe grupi fix që do thotë dem, akrep, luan, ujor të ditësit të tretë, ose që ata kanë planetë në këto shenja. Kemi datën 15. Data 15 ku Mërkuri nga Dashi kthehet në kursin në duke në retrograd dhe do të zgjas deri më datën 4, sepse lidhet shumë në fushat të ndryshimit të madh dhe jep një mundësi në këtë drejtim. Pra, Mërkuri në retrograd nga Dashi në datën 7 i 4 ku duke krijuar disa fonesa apo disa gjëra që nuk ka problem, por ju rikujton disa gjëra të tjera, por Mërkuri është komunikimi, po të jeni të kujdesshëm, nuk do të thasë gjë sepse çdo keq kuptim e ka dhe rrugtimin e vet ose ndryshimin e vet në favor dhe jo disfavor. Ajo që do të keni është në të mirën tuaj, keni kujdes gjatë kësaj kohe deri në datën 7 prill, mundoni që të jeni të kujdesshëm, mos u nxitoni në marrje vendime sepse ka të bëjë shumë. Nëse duhet të nënshkruani një kontratë ose marrëveshje të rëndësishme, duhet të keni kontrolluar me një ekspert, që të jeni në dieni për gjëra që do ndodhin, pra nuk ka diçka shumë një problematik të madhe. Mërkuri të shkojnë në retrograd tek peshqit në datën rreth datës, kjo ka të bëjë shumë me punën dhe në ndikimin e madh që mund të keni për këtë sa përket kësaj date. Kjo bën që vendimet dhe veprimet që kanë të bëjnë të lindurit të datës 30 mars janë pak sa impulsiv, ose shenjat që kanë bëjnë dash gafore, peshore, bricjap të ditësit parë, ndërsa nga data 30 deri në datën 4, deri në datën 7 prill, shenjat të ndryshueshme janë binjakët, virgjëresha, shqiptarët, peshqit të ditësit të tretë, por kjo nuk do të thotë se kanë një problematik të madhe ose ka të bëjë me diçka gjëra të kësaj natyre, por trashëgimi që bëhet është deri në datën 16 mars, pra për sa përket këtyre ndryshimeve të mëdha dhe mundësive që na jepen. Gjithashtu ka të bëjë shumë lidhjet afatgjat, sepse kur kemi mundësira, për shembull që vërtet ne nisemi për të bërë diçka të mirë, por në anën tjetër nuk na jepet mundësia që neve të marrim disa ose të kemi disa përfitime nga ky aspekt. Por gjithsesi, kjo është një periudhë që vërtet lidhet me ekonominë, vërtet lidhet me ndryshimin, por ka të bëjë kur kemi këto lloj eklipses, kur kemi Mërkurin ose Afroditën, na ndihmon shumë në fushën e dashurisë, na ndihmon shumë për të marrë vendime të rëndësishme dhe jo vetëm, edhe pse me problematika të ndryshme, edhe pse ka disa gjëra që nuk shkojnë, ka disa gjëra që mund të jenë probleme për sa përket arsyes edhe punës, por gjërat do jenë mjaft pozitive dhe mundësi të reja që mund të keni në këto fusha dhe në këto ndryshime që mund të jepen tani e tutje. Mënyra dhe mundësia, koha dhe vendime që merrni është një moment mjaft